Në vigjilje të Krishtlindjes, arqipeshkvi metropolitan Shkodër Pultim Zot Giovanni Peragjine ka uruar besimtarët katolik. Besimi ynë nëfton të ndërtojmë një qytet me marrëdhënie të reja, ku tjetri nuk është kundërshtar, tha Peragjine. Krishtlindja na kujton që shpresa e krishterë nuk është një ide, por ka një fytyrë, një njeri, një histori. Zoti që afrohet, Zoti që dëshiron të vi për të qëndruar me ne, për të banuar me ne. Mos e harrojmë që Jezusi është Emanueli, që do thotë hy me ne. Zoti ka ardhur në botë, nuk ka pasur frikë nga brightësia jonë, por erdhi për të marrë këtë brightësi e për të na shpëtuar. Ndryshime shoqërore, emigrimi që ndau shumë familje, vështirësitë ekonomike, vetmia të moshuarve, brishësia të rinjve që kërkojnë drejtim dhe të ardhme, kërkojnë më shumë angazhim institucional, civile e fetar, tha arqipeshkvi, ndaj le të përjetojmë një Krishtlindje besimi e shprese. Shkodra me bukuritë, historinë, plaget dhe sfidat e saj bashkëkohore ka nevojë të shoqërohet dhe të ndihet e ruajtur nga ky shikim amnor. Që qyteti i hynë të bëhet gjithme më shumë një komunitet që mirëpret, mbron, edukon dhe mbështetet me të dobtit. Duke përfunduar vitin jubilar të shpresës, Dioqeza e Shkodrës dhe gjithë kisha në Shqipëri përgatiten të jetojnë një vit të ri hiri në përvjetorin e 130 të shpalljes së zojës së Këshillit të Mirë si mbrojtëse e shqiptarëve.